Shkollat, kopshtet e qerdet që funksionojnë në Bashkinë Gjirokastër i kanë të gjitha kushtet e duhura për zhvillimin e procesit mësimor gjatë stimës së dimrit. Ato janë furnizuar me lëndjekse dhe pajisjet e posaçme, duke siguruar kështu ambiente të ngrohta për fëmijët dhe të rinj që i frekuentojnë. Kemi marrë masa për ngrohjen e shkollave, të kopshtet të qerdeve. Kemi në gjendje të gjitha kaldajat, bile jo vetëm ato me naftë, por edhe me sistem tjetër të ngrohjes me pelet. Këto ditë, me një aprovim të Këshillit Bashkiak, me një buxhet të veçantë, janë aprovuar dhe disa kondicioner për të eliminuar drurët e zjarrit nëpër kopshte dhe nëpër qerde, të cilën dua të falenderoj Këshillin Bashkiak që me këtë buxhet që rihapi për vendosjen e këtyre kondicionerëve. Ndërkohë, falë ndërhyrjeve mirëmbajtëse, por edhe investimeve të reja të kryera para fillimit të vitit të ri mësimor në asnjë prej godinave arsimore nuk janë shfaqur problematika nga rreshjet e këtyre ditëve. Kemi marrë masa para disa muash të tjerë që në ditët e sotme asnjë nga shkollat mos ketë probleme për sa i përket rreshjeve të shiut. Janë rregulluar pothuajse të gjitha terrasat, aty ku kishin nevojë kemi ndërhyr, sidomos në kopshin nr. 7, te Sorosi, te shkolla Naim Frashi, te kopshi Cicerimat, ku janë izoluar aty ku ka pas nevojë, kemi bërë dhe investim të përgjithshëm të terrasave me kartocer. Dhe sot vërtet jemi në gjendje që vërtet krenohemi sepse asnjë nga shkollat dhe kopshtet e qerdet nuk ka vështirësi të tilla për sa i përket lagështirës. Në Bashkinë Gjirokastër funksionojnë 20 institucione arsimore, të cilat në ditët e ftohta të dimrit do të ofrojnë ngrohjen me 4 orë në ditë.